Përshëndetje, po kthehemi edhe në një edicion tjetër me mua për përgatitjen e një deserti të veçantë, desert veror, mus ose krem me limona. Na hynë limonat me i ndanë në mes. Do thotë 3 limona. Limona duhet t'jenë kështu më të mëdhej që të krijojmë një pjatë prej limonave. Limonët i prejmë në gjys dhe me kujdes ju hekim tulin brenda. Pra, limoni do t'jetë i zbrast kështu, që ta merr formën e një pjate. Ndërkohë, ne e bëjmë kremin dhe e vlojmë panën. Do të thotë 250 gram pana dhe 40 gram sheqer. Derisa pana të zihet për 4 minuta, ne pastrojmë limonët. Është një desert mjaft i shijshëm dhe shumë i freskët për ata që nuk dëshirojnë shumë ëmbël. Derisa pana po zihej, duhet kalojnë 3 deri në 4 minuta që t'ja hedhim edhe lëvorën e limonit, e cila i jep një shije fantastike. E lëjmë edhe 2 ose 3 minuta, në ndërkohë ne vazhdojmë pastrimin e tulit nga limoni. Pasi që pana është zier me lëvorën e limonit dhe sheqerin, tani i shtohet lëngu i limonit. Dhe në këtë fazë, kremi ose mus ka përfunduar. Bëjmë mbushjen e kallupave nga limoni dhe i lëmë në frigorifer për 3 deri në 4 orë. Deserti me limona, pasi ka pushuar 3 deri në 4 orë, tani është gati për shërbim. Po e provojmë se a kemi arritur qëllimin. Po duket mirë. Nëse përgatitni, ju bëni.